Po, unë kam luftuar kundër Serbisë okupatore, kundër asaj Serbie që veç të këqija e ka sjellë vendit tim. Vrasje, dëbime, dhunë, shfarosje, poshtrim, spastrim etik e gjenocid ka bërë Serbia në Kosovë. Prandaj, unë e kam bërë vetëm detyrën time si qytetar i vendit tim. Unë jam veç një qytetar. Që luftën për liri e kam nisur me Adem Jasharin dhe kemi përfunduar me generalin Clark, me NATO. Sinqerisht, edhe këta çlirimtar tjerë që janë domethënë Hag me ata tjerët, përmendëm pak, si për shembull Recep Selimi. Une jam krenar që jam në partinë që ky e kam mbështet, domethënë lëvizjen vetvendosje, e që besa u konë afër Albin Kurtit shumë herë, edhe jam krenar që jam shqiptar sikur ky, edhe une si përkras si lëvizjes vetvendosje, domethënë mbështet si Albin Kurtit, jam tepër i gëzueshëm që me 16 shtator po kthehet edhe njëri prej çlirimtarëve tonë, Recep Selimi, ose të themi shkurt Dhejqën. Dasht Zoti të rujt prej çdo të keqe. Lëm na që të kena ty edhe të kam pas përpara edhe kanë më të pas gjithë, Recep Selimi. Jam krenar në çdo aspekt. Jam krenar me veprat e tua, jam krenar që ke luftue që one me konë së në liri, e ta kthejfshëm me të mirë qatë sa monëm, sepse bolli ke dalë zët këtij vendit. Sepse te nderuar Recep Selimi gjithmonë je kam faqe bardhë dhe ashtu po kthejesh. E inshallah të runë Zoti prej çdo të keqe.